Rindërtimi i shkollave, spitaleve, kishave dhe shtëpive në mjediset me shumicë serbe në Kosovë është vetëm një pjesë e punëve me vlerë miliona euro që institucionet e Serbisë ja kanë besuar kompanisë Rad 028 nga Zvečani. Kjo kompani dhe pronari i saj Radule Stević janë nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara për shkak të lidhjeve me Milan Radojčićin dhe Zvonko Veselinovićin, si dhe dyshimeve për përfshirje në krim të organizuar dhe korrupsion. Në Kosovë, Stević akuzohet edhe për përfshirje në sulmin e armatosur në Banjsk. Beogradi, zyrtari i cili nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, i mohon këto akuza dhe kompania e Stevićit vazhdon të fitojë kontrata nga institucionet e Serbisë. Vetëm këtë vit, asaj janë dhënë 10 kontrata me vlerë mbi 1 milion euro. Edhe pse nuk i ka përfunduar mbi 20 projekte të mëparshme në mjediset me shumicë serbe në Kosovë. Radio Evropa e Lirë i analizoi këto kontrata dhe vizitoi 6 lokacione në Kosovë ku kompania Rad 028 ishte parapartë të kryente punime. Në asnjërin prej tyre nuk gjetëm makineri, punëtor apo tabela që tregonin se po zhvilloheshin punime. Ndaj nuk arritëm të konfirmonim nëse puna kishte nisur apo ishte kryer. Kompania nuk u gjet as në adresën në Kosovë me të cilën figuron e regjistruar në regjistrin e bizneseve të Serbisë. Ndërtesa që figuron si selia e saj në Zvečan sot është e zbrazët. Sipas aktakuzës së prokurorisë së Kosovës për rastin e Banjskës, Radule Stević, përmes bizneseve të tij, e ka ndihmuar udhëheqësin e grupit të armatosur Milan Radojčić në pastrimin e parave. Për këtë arsye, ndaj tij është lëshuar flet arrestim ndërkombëtar. Se ku ndodhet aktualisht Stević nuk dihet. Policia dhe prokuroria në Beograd nuk u përgjigjen në pyetjet nëse ai ndodhet në Serbi dhe nëse është nën hetime. As kompania Stevićit, as institucionet e Serbisë që i kanë dhënë kontrata nuk ju përgjigjen pyetjeve të radios Evropa e Lirë.